Mirë dita si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. 2 ditë para festës së Bajramit, familja Ali nga Haraqina e Shkupit mbeti pa kul mbi kokë. Pas zjarrit që ka shpërthyer në çatinë e njërës prej shtëpive, flaka ka kapluar që të 2 çatit dhe me këtë kjo familje 11 anëtarshe ka humbur gjithçka. Shkrump e hi, kështu duket çatia e shtëpive të familjes Ali. Gjurmët e zjarrit të djeshëm shihen edhe në fytyrën e krye familjarit Reshat Ali, i cili me dridhje zëri tregon momentin se si është zgjuar nga gjumi, nga britmat e të birit që të dalin jashtë dhe të shpëtojnë kokën. Në të shëtica kanë ora, shëgjallim ka vika që qusë hu dëgjëm edhe i kam zë. A keni dëm të math material? Po ka dhe, shtiti shpija e ndjek me një. Njëra nga nuset Axhës Reshat me vlutje është ajo që e ka dëgjuar shpërthimin e zjarrit. Me lot në sy, tregon se si është munduar që të zgjojë të gjithë nga gjumi dhe përpjekjet e saj që ta shuaj zjarrin. Ajo tregon se në çati ka ruajtur gjithçka, ndërsa teshat e vetme që ka ngelur janë ato që i mban në trup. Kisha kosenet krejt me veshjes që veç me qëto. Këtë që janë kanë, me të fëmijëve, me të këtë. Në kanë gjekë. Monova kër e posh plakën, që avqes një asete mbretën, se keshtu kallë dhe donet, si kër e qela derën e tavonit, tipi, veç plaka asiti, e kam ka pjerganin të ashes, ati veç më kanë brit hikse po gjegësh, që ati nga konë shkumit, kam ka shkallëve t'i posh të i trazoj kejtë në këtë në gjumë, 15-9, kur gjas ka pas, 9 veç u kallë krejt. Edhe të Axha Reshat, por edhe të zonja me vludë mbizotron durimi, që të dy thonë falë Zotit që të gjithë jemi shëndosh, dëm ka, por do ja bëjmë disi. Kjo familje nga të gjithë njerëzit human kërkon që të ndihmojnë që ta mbulojnë shtëpinë, ndërsa për pjesën tjetër do të punojnë vetë dhe do ta rregullojnë. Po s'po dive që shmë thonë, kush mundet me bagaret. Për çka keni mas shumë ti nevojë? Po që këta ta mlojmë, tjetër për tjerat më edhe më hekshmi, s'na probleme, më që para më s'na roke, shive, shka me bëmë kështi, ka qilu dhe beram. S'po di shka me thonë kja veç kush e ka përjetuar qaj mundet me ditën, qëtër s'po di, unë qërë sot se kam ditë asone, amo që sot pe di që shka kana. Ata të kresme, veç që edhe, ala në krije i kam, që ka setën, ama këtë Bajram kur njëtë nuk ka jaroj, kur heq. Me mejt njëri plaç shpi, shumë zarisht, shumë. Bajramin keni me prite Axha besoj? Po. Ku? Në soba së njën poshtu pikan, era me na mytën. Atjene. Ju prej njerëzve kërkoni spaku, po them që këtë kulmin. Po, vetëm kulmin. Qerat, shkat, monomo, kadal. Këtë për minerë nuk banë. Po, kulmi janë shkresorja edhe tim, që të disoba me mujtën mi rregullu pak edhe me hijen. Qaja është. Këtë festë të Bajramit kjo familje nuk do të mund ta presë në shtëpinë e tyre, për shkak të dëmit të madh nga zjarri që ka kapluar çatinë e shtëpive dje në mëngjes. Të gjithë ata që duan ta ndihmojnë këtë familje, mund t'i kontaktojnë drejt për drejt në numrat e telefonit që po i shihni në ekran.